Këto pije mund të përmirësojnë shëndetin e trurit, pohojnë nutricionistët. Ruajtja e shëndetit të trurit bëhet gjithnjë e më e rëndësishme ndërsa plakemi, dhe ai mund të ndikohet negativisht nga dehidratimi, qarkullimi i dobët i gjakut dhe inflamacioni kronik. Lajmi i mirë është se pije të caktuara mund të kontribuojnë në përqendrim më të mirë, mbrojtje të qelizave të trurit dhe funksion kognitiv afatgjat. Ekspertët e të ushqyerit theksojnë se zgjedhja e duhur e pijeve mund të ndihmojë me përqendrimin dhe humorin, kështu që ata kanë veçuar disa pije që pretendojnë se përmirësojnë shëndetin e trurit. Uji kokosi. Uji i kokosit është një zgjedhje e shkëlqyer për hidratim. Dhe dehidratimi i lehtë mund të dëmtojë përqendrimin. Elektrolitet natyrale në ujin e kokosit, veçanërisht kaliumi, ndihmojnë në rregullimin osmotik dhe mund të parandalojnë dehidratimin e lehtë që ndonjëherë manifestohet si lodhje ose mendim i mjegull, thot infermierja e neurologjisë Kiara Dewit. Ajo thekson se edhe një rënje e vogël e hidratimit ndikon në përqendrim dhe shton. Nuk është diçka që duhet marrë lehtë, veçanërisht kur shumica e njerëzve hidratohen vetëm pasi ndjejnë etje. Dewit rekomandon ujin e kokosit si një alternativë më të mirë se sa pijet me ëmbëlsues artificial ose elektrolite pluhur. Kefir. Kefiri nuk është i mirë vetëm për tretjen, por mund të ketë edhe një efekt pozitiv në humor. Produktet e qumështit të fermentuar si kefiri përmbajnë probiotik që mund të zvogëlojnë gjendjet negative emocionale si ankthi, tensioni dhe simptomat depresive, thot dietologjia dhe nutricionistja Kim Blum. Mbështetja e një mikrobiote të shëndetshme të zorëve mund të përmirësojë rregullimin e neurotransmetuesve dhe të zvogëlojë inflamacionin, të cilët janë faktor të rëndësishëm për mirëqenien mendore. Lëng panxhari. Lëngu i panxharit mund të përmirësojë qartësinë mendore fal nitrateve të tij natyrale. Panxhari është një burim natyror i nitrateve që shndërrohen në oksid nitrik, një përbërës që zgjeron enet e gjakut dhe rrit rrjedhën e oksigjenit në tru, thekson dietologjia Carolina Schneider. Qarkullimi më i mirë mbështet funksionet njohëse dhe kujtesën, dhe lëngu mund të zbutet me shtimin e një molle ose kombinimeve të smoothie-ve. Çaji jeshil. Çaji jeshil është i njohur për përbërësit që punojnë së bashku në funksionet mendore. Çaji jeshil përmban përbërës të shumë bioaktiv, duke përfshirë leteaninën, kafeinën dhe katekinat, thot Blum. Ai shpjegon se leteanina dhe kafeina së bashku rrisin valët alfa të trurit dhe përmirësojnë fokusin dhe kujtesën e punës, ndërsa katekinat veprojnë si antioksidant që mbrojnë qelizat e trurit. Smoothie me manafera. Manaferat janë të pasura me flavonoide që mund të mbështesin shëndetin e trurit. Manaferat e pasura me flavonoide kanë treguar se përmirësojnë funksionin njohës, thot Blum. Këto komponime veprojnë në proceset biologjike që lidhen me kujtesën dhe performancën mendore, dhe është mirë të kombinohen disa lloje manaferash dhe të shtohet një burim proteinash për energji të qëndrueshme. Kafe. Kafeja mund të përmirësojë vigjilencën, përqendrimin dhe kujtesën afat shkurtër. Kafeina vepron si një stimulues i butë duke bllokuar receptorët e adenozinës në tru, gjë që rrit çlirimin e dopaminës dhe noradrenalinës, shpjegon Schneider. Megjithatë, është e rëndësishme të mos e teproni me sheqerin dhe aditiv të tjerë. Lëng rushi. Lëngu i rushit është i njohur për përmbajtjen e tij të lartë të polifenoleve. Lëngu i rushit është jashtëzakonisht i pasur me komponime polifenolike që kanë veti antioksiduese, antiinflamatore dhe neuroprotektive, thot dietologjia Jennifer Pallian. Polifenolet mund të mbështesin funksionin e trurit dhe të mbrojnë qelizat. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.